Situata e vështirë në fushën e Libofshës, ku ende mijëra hektar janë të përmbytura. Donse uji është ulur në nivel, ende mbetet shumë punë. Hidrovori Karavastas aktualisht punon prej ditësh me kapacitet të plot dhe evadon drejt detit rreth 50 metër kub ujë në sekond. Aktualisht, niveli në hidrovor është plus 60 cm dhe vijon të ulet. Sipas përgjegjësit për Lushnjën të Drejtorisë Rajonale të Ujitjes dhe Kullimit, Qarkufier, zotit Ferdinand Dervishi, hidrovori është projektuar për të kulluar tokat dhe jo për të përballuar ujërat e lumit Shkumbin. Hidrovori Karavastas para se të çash argjinatura e lumit Seman ishte në kuotën minus 180, do me thënë nuk punonte asnjë pompë në punë. Pastaj, me çarjen argjinaturës, mas 2-3 orë fillonte prurjet po vinin në hidrovorin e Karavastas dhe u takuan pompat një nga një deri në kapacitetin maksimal në orën 2 masdite, kur sasia e ujit që vinte në hidrovor pothuajse ishte edhe më e madhe se sasia që nxjerrin hidrovori. Hidrovorët nuk janë bërë për të hequr ujërat e çarjes së lumeve, po janë bërë për rreshjet që bin deri në kapacitetet maksimale. Situata është kaotike, domethënë janë shumë hektarë nën ujë në zonën e Libofshës. Kjo ndodhi për shkak të çarjes argjinaturës. Nuk është se nuk ka funksionuar hidrovori nga puna e rreshjes. Argjinatura në fshatin Avaleas të Libofshës u çat ditën e hënë pasdite dhe gjithë uji ka mbuluar zonën, duke shkaktuar përmbytje masive në banesa e toka bujësore. Bordi i Ujitjes dhe Kullimit Qarkufier nuk ndërhyn dot për mbylljen e argjinaturës, nëse lumi Seman nuk kthehet në shtrat dhe të largohet uji përmbytjes aktuale nga hidrovori Karavastas, ku kullojnë mbi 4500 hektar të Libofshës dhe Karavastas.